një kohë kur shumë tradita po zbehen, në zymë të hasit ende ruhen me përkushtim veshjet që dikur ishin pjesë e jetës së përditshme të grave të këtij fshati. Çdo motiv, ngjyrë e mënyrë veshje, bart me vete histori familjesh, dasmash dhe një kulturë që për vite me radhë është përcjell brez pas brezi. Koleksionuesja Lajde Kolgjeraj, që nisi si një përpjekje për të ruajtur disa veshje të vjetra familjare nga dëmtimi dhe harresa. Sot është kthyer në një koleksion që ruan identitetin dhe trashëgiminë kulturore të Zymit. Vajza e saj, etnologja Ernora Kolgjeraj, tregon se me kalimin e viteve po humbin motivet origjinale, mënyra autentike e veshjes dhe numri i grave që din ta ruajnë këtë art si dikur. Kjo është koleksion privat i zonjës Lajde Kolgjeraj. Ka fillu punën krejt rastisht, nuk u ka një ideja në fillim që me ardhë deri te ky rezultat që po e shihni tani, por në fillim ka fillu të mbledh disa veshje të familjarëve, të cilët kanë qenë në grupet edhe i kanë lënë për shtëpitë e tyre. Edhe në atë kohë me rendin mas luftës Kosovës 99-2000-ën, u kanë pak problematik se shtëpitë nuk janë kanë shumë mirë të mbajtne, shpeshherë kanë nisë më dëmtu, besa ka pasur të tjerë që me keqdashje i kanë thy shtëpitë grupeqarëve ashtu nga mos interesimi dhe Lajja ka filluar me i mbledh disa veshje që kanë pas, për shembull të nana, të dajtëve, të familjar kryesisht, për mos me u dëmtu. Dhe gradualisht i mbledh të i rujt për mos me u prish. Ka një kohë që kemi pa që kemi një numër të konsiderueshme të veshjeve dhe pastaj në sasi begit madhe dhe kemi menduar me bën një koleksion privat, faktikisht një lloj muzeu privat veshjeve të Zymit Hasit. Kto që i kemi janë shumë mirë, janë atë gjendjen si kanar me motive të vjetra, me gjithçka, mirë po sot ato që po i përtrihen kanë nisë me humb atë kuptimin ose kanë nisë me i humb motivet e vjetra, po edhe teknikën e punimit, po edhe materialin. Te pjesa e materialit është vështirë për me u gjetë, sepse ka ndryshuar rrethana gjithçka, edhe por modelet janë ndryshuar total. E me ndryshimin e modeleve, yrnekave që thojnë popull, po ndryshojnë pak edhe pejt, për shembull ka një teli shumë, ma herët në përveshjen ka nac ose diçka s'ki pas tel, tash përdoret edhe teli. Mastaj kemi raste ku edhe mungon numri i grave që din me vesh si duhet në formën e drejtë këtë veshje, që është shumë problematike, ndoshta nuk theksohet shumë si problem, mirë po është shumë problematike se për shembull në fshatin tim ka shumë pak vajza të reja ose gra, me thonë vajza të reja asnjë, 2-3 ndoshta janë krejt me ngjyrë, ose gra që din me vesh në formën si duhet veshjen e Zymit. Është pak problematike, forma e rregullimit kokës do një specifik më të madhe. Po ashtu një si tjetër është që ka nisë me humbë edhe ato gratë që din për shembull me i prek mishat në formën e duhur, që i din me ndrejt shkullanat. Domethënë janë disa specifike që është një lloj sfide që për në brenda 10 viteve tashëm, nëse nuk bëhet diçka që kjo dije me u bart tek brezat e rinj, ka me qenë pak problematike për me u rijetësu ose për me u punu prap këto veshje. Pastaj një gjë tjetër që po më shqetëson është gratë që mirën me punime artizanale, shpeshherë kanë filluar me hudhën skin, jo vetëm tutë na po në barë Kosovën, në gjithë vendin, veshje të cilat i quajnë veshje kombëtare, po faktikisht kanë një këmishë bardhë gjatë, një copë të kuqe përpara me dovija të zeza, që nuk po ka diçka të mirëfillt. Edhe kjo po pranohet edhe besa shumë ansamble i marrin si veshje tyne, por realisht nuk ka ndonjë farë kuptimi. Kjo ndoshta është një farë lloj sfide, një farë lloj që duhet, nuk e di ku duhet m'ia gjetë atë farfijen për mos me lënë me u bë shumë e shprehur. Ajo shtoi se disa prej këtyre veshjeve u shpëtuan në momentin e fundit pasi po hidheshin si rrobat e vjetra, por u morën dhe u ruajtën nga Lajde Kolgjeraj. Kjo që po shihni e ka secilat dallimin e vet, është një veshje pak më specifike mbas moshës, mbas statusit social, po mënyra se si janë ndru veshjet, shpeshherë janë disa rrëfime shumë interesante që neve na kanë bërë përshtypje, edhe interesante ashtu mënyra se si kanë ardhur deri tek ne. Më përmend një rast të një familjare jone e cila ka ndru jetë, ka qenë mosh, i ka lënë 2 thesa të mëdha bardhokut për me i hub, edhe Lajja rastisht ka shku me nejtë ajo, edhe i ka pa të dera borrit. Çka ki këto i kam veshjet, nuk po më vyn më, i kam bajt ta një jetën, janë të vjetru shumë, po du me i humb. Edhe kur i ka pa janë kanë begi shumë, as i thas 120 litrëshe,
me veshje plot, edhe i ka thënë ani mos jo, pa po më jep mu, po merre mu s'po vjen asgjë, kështu që ka raste të tilla që kemi marrë, edhe ka besa shumë tjerë që nga mosdia që çka kanë të bëj kanë hudh, diçka që nuk përdoren më, diçka që është e vjetër, sepse këtu ka pas edhe gra që e kanë veshjen vazhdimisht. Domethënë vend veshjeve na që i kemi të përditshme kanë veshjen e zymit që i themi, por ato mas një kohë ka menduar që janë vjetru si na që i hedhim rroba tona, janë vjetru, i hedhim, edhe ato njëjtë kanë pas atë idenë që këto janë vjetru, ma nuk mujmë i vesh, nuk mujmë më përdor, edhe hajt po i gjujna. Kështu të ka ndodhur shpesh në shumë raste, pa ditë vlerën e tyre të mirëfillta, sepse ato për to ka qenë jetë e përditshmërisë tyre, nuk e kanë ditë atë rëndësinë që kanë për neve sot. Në këtë koleksion jemi mundu me ekspozu ciklin e jetës së gruas në zymë të Hasit, edhe pse kohët e fundit kemi edhe elemente të reja për i vendeve të tjera që kemi pasuru. Për shembull, kjo pjesa këtu e ekspozuar është një vajzë beqare, kjo me shami është vajzë e fejume, po ndajherë edhe beqaret e kanë nuk kur kanë qenë në kohën ma pubertetit me thonë, adoleshente, po s'kanë qenë fejume. Kjo këtu është një vajzë e fejuar me marham, do më thonë, por që ka ditën e martesës së ndamë, me vatë ndame që shtemi ne. Po kalojmë të kjo pjesa kënej. Kjo është nuse e re, në zymë të Hasit, mirë po çka e dallon prej veshjeve tjera, e ka këmishën e hollë, edhe ka këtë llojin e dollamës dhe i lekut të ari, që tregon edhe një lloj statusi shoqëror, ekonomik, pak më të ngritur në shoqëri. Ku është vrejt kjo? Kjo më shumë është vrejt e pjesa e sumllave që i ka pas pjesa e dallamës, sepse kjo shkon deri për funda gjunjëve. Domethënë, nëse mujna me sill pak, mund me pa këtë pjesën tjetër, është begje e gjatë. Kjo pjesa këtu që po e shihni, kjo është veshje që është përdor në raste të zisë, domethënë në raste mortore. Ku ka dallu te pjesa e shamis që ka qenë më mbyllët, po ashtu edhe pjesa e kanacit, nuk ka pas në lloj motiveve të theksume si që patëm tjerat, por vetëm vijat thjeshta. Po ashtu edhe pjesa e xhamadanit ka qenë më i thjesht, ose si kjo i zi, ose ngjyrat mbyllta. Domethënë s'ki pas diçka me vrejtën që diçka më shumë. Kjo është një grua pak më në mosh, është vesh për grave, për shkak të mishës që ka, mirë po shpesh këto elemente që i ka kjo grua, është përdorur nga një gru që ka qenë magjatore, për punë përditshme të shtëpisë, për me gatu buk ose me përgatitur ushqim diçka ngjashme, që e ka vesh një lloj kanaci pak më të gjatë, për me i mbrojtë të pjesë veshjes mos me u përly, por ndajherë ka ndodhur që edhe gratë më vjetra, si më në mosh, i kanë përdorur këtë lloj veshje. Profesori Hil Prenk Palaj tregon se përveç muzeut të veshjeve, zymi njihet edhe për historinë, kulturën dhe abetarën e zymit, si një nga simbolet e trashëgimisë më të rëndësishme të këtij vendi. Zymi shtrihet dikun në qendër të Hasit, Hasit prezent, Hasit Kosovës, është në nalësinë bitetare afër 800 metra, dhe kjo klim e ban zymin si të veçantë. Zymi i abetarës, zymi i 7 kodrave, zymi i kodifikusit dhe mbledhësit të kodeve të organizimit të jetës së shqiptarëve të asaj kohës, të përmbledhura në kanunin e Lek Duvaçinit. Kjo është një gur dhe aty një mbishkrim për abetarën e zymit. Abetarja e zymit ka një domethënie me 1900, është fletu, është përkujtu, edhe është typ libri abetarja, edhe quhet abetarja e zymit. Përndryshe, në Zym është edhe një vend, një shtëpi, ku ka qenë përpara legata austro-hungareze. Legata e ka pas atëre domethënien edhe fuqinë gati të ambasadës. Edhe Zymi është i njohur, domethënë,
vend i traditës, vend i kulturës, vend i trashëgimisë kulturore, vend i Anton Pashkut, vend i Katarinë Josipit, vendi edhe këtyre martirëve këtu që ishin prapa meje, të cilët në mënyrën e veçantë e kanë rujt kulturën, traditën, edhe kanë mësu fëmijët tonë përveç që kanë bën aktivitete fetare. Sipas profesorit, në Kosovë traditat po zbehen, por në këtë fshat ansambli Katarina Josipi po i ruan ende përmes aktiviteteve kulturore. Jo vetëm në Zym, por në Has, po edhe në Kosovë, kanë nisë të uzhdu këto traditat e vjetra. Megjithatë, njerëzit që ruajnë traditën, njerëz që bajnë sakrifica edhe tentojnë të ruajnë ato vlera, është mes tjerësh edhe ansambli kultural artistik Katarina Josipi, e cila me aktivitetet i ruan ato tradita, trashëgimi kulturore, të nevojshme për një kulturë, për një histori të kaluar të çdo vendi. Ai thekson se Zymi dikur kishte 5.000 banor, sot ka mbetur me rreth 300. Përpara kishte rreth 5.000 banor, kurse tash për shkak të migrimeve ka mbetur me 300, të themi kushtimisht, kështu pa hamendje. Zymin e kujtojmë për shumë gjëra të bukura. E kujtojmë një gjallëri veçantë, shumë nxans, shumë të ri, jetë disi ma ndryshe, plot dashuri, plot respekt njerëzor, kurse tash ka humbur gjitha. Të rinjt kanë shku, kanë migruar, edhe se vendi është braz, nuk ka të themi atë gjallëri që ka pasën. Të rinjt ko pas koha vinë këtu, vinë nga Gërbeti, Çmallën, edhe pas disa ditësh prap vendi zbrazët me të ardhur keq. Zymi i Hasit mbetet një vend me trashëgimi të pasur kulturore, por i prekur nga emigrimi dhe zbeja e traditave. Por përmes përkushtimit të banorëve dhe institucioneve lokale, ende po bëhen përpjekje që kjo trashëgimi të mos humbas.